أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhella xhelaluhu, vetëm ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore I apërcjellin profetit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, pasi që unë njoftuam në hutben e kaluar për një ajet madhështor të Allahut xhelle xhelaluhu dhe na sqaroi Allahu xhelle xhelaluhu vlerën e madhe të lëmoshës dhe sadakadhënies dhe Allahu xhelle xhelaluhu na tregoi se sado që të jetë ajo e pakt derisa e llogariti ato sikur me qenë një huaqje e huazon Allahu xhelle xhelaluhu të mirë e që Allahu xhelle xhelaluhu ta shumë fishon ato e ta zmadhon shpërblimin e saj, gjithashtu o vëllezër Allahu xhelle xhelaluhu na udhërofen dhe na drejton drejt një parimi madhështor. Në një ajet tjetër për të cilën Allahu xhelle xhelaluhu na u drejtua neve si besimtar, duke na treguar që na ta kemi këtë parim madhështor me vetveten tonë edhe me veten, e ajo është të nxituarit në shpenzim në rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu para se të vjen një ditë ku në to nuk do të ban dobi as malli I yt të cilën ti e ke tubuar e as që do të mund ta kapish pastaj ata të cilët të kanë ikur dhe I ke humbur. Allahu xhelle xhelaluhu o vëllezër drejtohet në suratul Baqara duke ju drejtuar besimtarve dhe duke thonë: Ja eyyuhalladhina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Allahu xhelle xhelaluhu o ju që keni besuar, jepni dhe shpenzoni nga ajo që ju kemi furnizuar ne, nga që Allahu xhelle xhelaluhu ta ka dhuruar para se të vjen një ditë ku në to në atë ditë pra në to nuk ka as shitblerje e as që ka aty miqësi e as që ka dobi ndonjë ndërmjetësim. E mu për atë vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu na jep këtë urdhër që na të kemi kujdesin e të mundohemi që të përmbushim këtë vepër madhështore që të ban dobi ditën kur do dalish para Allahu xhelle xhelaluhu dhe mu për atë jemi në shpjegim e sipër të gjashtit të cilën tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ai I cili I jep sadaka që do strehohet në hijen e arshit të gjithë mëshirshmin në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së tij. E gjithashtu të ban dobi vepër e veçantë që Allahu xhelle xhelaluhu e caktoi për të sjellur dobi, që ti të I prish kësaj vepre para se të vjen momenti e të kap vdekja. Në suratul Munafiqun, tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa anfiqu min qabli mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut, fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin." Allahu xhelle xhelaluhu dhe jepni shpenzoni, jepni lëmosh nga ajo që ju kemi furnizuar para se të vjen ndonjërit prej jush vdekje, para se të kap ato vdekja e pastaj ai të vërtet e të thot:
o Zoti im, si kur të ma kishe vënuar edhe pak e xhelin, dhe pak më jep afat, fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Të jap sadaka edhe të bëhem nga njerëzit e mirë. Dhe nga këtu vëllezër i paraprin Allahu xhallahu me këtë vepër që na të gjithë ta kuptojmë se në momentin e vdekjes i bje pishman pse ndoshta edhe një sadaka shumë të vogël nuk e ke dhënë për hir të Allahut xhallahu. Në atë moment i bje pishman njeriu dhe thotë o Zot edhe pak se e din se vepra që ka është problem shumë dhe pak nëse e bën është sadakaja dhe lëmosha të cilën e jep edhe të bëhesh nga njerëzit e mirë. Dy gjëra që e shpojtojnë njeriu në atë ditë të vështirë është që të japish pra sadaka të jesh nga veprëmirit edhe të jesh nga ato burrat të cilët e ke ruajtur hakun dhe të drejtën e Allahut, gjithashtu dhe pastaj ke qenë dhe ai që e ke ruajtur hakun e robëve të Allahut xhel xhelaluhu. Këto Allahu xhel xhelaluhu e porositi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam në surën Ibrahim kur tha: "Qul ya ibadiy alladhina amanu yuqimu as-salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal." Tha Allahu xhel xhelaluhu: "Thuaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o robërit e mi të cilët i kanë besuar Allahu xhel xhelalu, le ta falin namazin, hakun e Allahut ta ruajnë, këto mos ta humbin. Le ta falin namazin dhe le të shpenzojnë nga ajo që na ju kemi dhënë dhe kemi shfurnizuar haptazi dhe fshehurazi, para se të vjen dita ku në to nuk ka as shitblerje, s'ban dobi as tregtia e as miqësia." Allahu xhel xhelalu vëllezër na përcjell dy vepra të cilët njeriu e shpëtoi në atë ditë. Ajo është rujtja e namazit, hakit të Allahut, dhe gjithashtu rujtja e hakit të robëve të Allahut xhel xhelaluhu. Për arsye se kur të vjen dita dhe momenti që ti të vdesësh, ta dish se për ty mo vetëm është ngritur kiameti. Dhe këto e tha sahabiu i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në cek Taberiu në tefsirin e tij që tha se ka thonë: "Men mata faqad qamat qiyamatu." Kush ka vdekur, për to është ngritur kiameti. Për to ka filluar kiameti. Ati që i ka ardhur vdekja, për atë veç ka filluar mo kiameti. Ai e pret kiameti, nuk ka ai që ta pret ditën e gjykimit për të dhënë llogari, përveç se prej ditës që ka vdekur për atë mo vetëm është bërë kiameti. Lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu të na vetëdijson neve e të i ruajmë këto dy hake, të cilët janë me të vërtetë madhështore, e ajo e cila Allahu e bën shkak që të na shpëton, pra është namazi, edhe është dhe sadaka dhënia, që të kesh sa më shumë mundësi që t'japish e të gjendet në ditën më të vështirë ku nuk të ban dobi as malli as evladi, po të ban dobi vetëm ai i cili ka ardhur te Allahu xhel xhelalu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-ala was-salatu was-salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, Allahu xhel xhelaluhu gjithashtu na sqaron edhe një çështje madhështore, e cila vjen pastaj në një ajet tjetër që tha Allahu xhel xhelaluhu duke i drejtuar besimtarëve se nuk është çështja e dhënjes për hir të Allahut xhel xhelaluhu, vetëm thjesht të nxjerrësh dhe çka do që t'jep vetëm t'japish nga pasuria e yte. Por Allahu xhel xhelaluhu dhe na udhërofën dhe na sqaron dhe një çështje shumë me rëndësi, nga ajo të cilën ty Allahu ta ka dhëruar dhe atë që ti ke pasuri, të japish nga ajo më e mira që Allahu xhel xhelaluhu ta ka dhëruar. Mos jetë vetëm thjesht një nxjerrje e që ti pastaj të shikosh atë më të keqën, ta japish, ti e jep ato për hir të Allahut. E jep për Allahun xhel xhelaluhu, ti të shikosh ta japish atë më të ultën dhe më të keqën, që t'ja japish ndonjë nevojtarit, apo aty ku duhet dhe ku lypet nevoja për të ndihmuar. Allahu xhel xhelaluhu në Kur'an në suratul Baqara gjithashtu: "Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard." Tha o ju që keni besuar, shpenzoni dhe jepni nga e mira që na ju kemi dhëruar. Kur t'jepni, jepni nga ato më të mirat që na ju kemi dhëruar dhe ju kemi nxjerrur nga toka. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه.
Tha mos synoni që ta jepni ma të keqen e saj, ma të ultën e saj, ma të poshtën, ma të prishtën. Tha që ju, nëse juve ju dhurohet ajo, nuk e merrni për vetveten e juaj, përveç nëse i mshelni syt. Allahu xhela xhelaluhu kështu e thirrse jo vëllezër, edhe se padyshim se kjo ka një shkak të zbritjes së këtij ajeti, e cili ishte shkaku prej shumë transmetimeve, ato të cilët transmeton Imam Tirmidhiu nga Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, i cili tha se ky ajet kur zbriti për ne ensarët. Tha ishmi pronarët e hurmave, që na kishmi trupat të hurme, kishmi hurma shumë, dhe ato pastaj i tha i binim se cili nga ato degat e hurmave, i mirnin me kokat e hurmave dhe i varnin në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, aty ku ishin ehlu sufë, një grup në njerëz të cilët qëndronin në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fukara dhe të varfurit. Këto tha i varnin te xhamia kur ato kishin nevojë dhe i kapte uria, shkonin dhe ju binin që të i han kokat e hurmës. Secili që ka pas mundësi, kush ma shumë dhe kush ma pak, ka sjellur te xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për fukara dhe për ata të cilët ishin miskina që ato nëse kanë nevojë të han. Tha ndodhi që secili prej tyre, ndokush që ndoshta kur i dhimbej prej tyre pasuria të bjen prej hurmave, tha të papjekura, ose prej tyre të prishura, ose jo të bërëra mirë e të thyera, tha dhe kur i vendoshin, kur i binin, bishin ato të prishura dhe nuk kishin dhe çka të hanë, pastaj duke e sjellur atë gjithherë, dhe kjo është e njerëzit. I ngushtohet shpirti kur vjen t'jep diçka për Allah, atë ma të keqen shkon e jetë. Prej gjithë atij malli që të ka dhënë Allahu xhallahu, nëse është për miskinin, për fukaran, për atë që ka nevojë, e jep atë ma të keqen, ma të prishtin, çe këto s'o problem. Pa na japim sadaka. Kam dhënë sadakavën e shumë, a gjithherë jep atë ma të keq. Nëse duhet dikuje që të ndihmosh, e shikon cilën e kia të hollën, ma të shkyr, ma të keqen, sa ma pak që su duhet e pat. Me ta dhuru ty, tha Allahu xhallahu, nuk e merr vetëm se me shym syt tim shelish, ose me mbyllje të syrëve tu, se merr ato ti vet për vete, nuk e pranon, a dëshiron t'ja japësh dikuja. Kuj e jep ato? E jep mas pari për Allahun xhelle xhelaluhu, se nuk t'intereson filani dhe ai tjetri. Po kitë e për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, epja atë e cila është më e mirë që Allahu i ka dhuruar. Për arsye se tha zbriti ajet Allahu xhelle xhelaluhu, pastaj dhe na qortoi dhe tha mos të synon dikush e të bën qëllimin që ta jep më të keqen e asaj kur vet nuk keni ato të cilët e mirën. Për arsye se e pasoi Allahu me ajet pas duke thonë ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Shejtani është ai i cili ju premton juve fukarallëk. Gjithherë ju frigon me skamelëk, që mos t'japish, do të hupet, do të pakohet pasuria, e kështu me radhë dhe urdhënon në vepra të pamoralshme. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allahu është ai i cili ju premton falje nga ai dhe ju dhuron dhe ju premton mëshirë. Allahu xhelle xhelaluhu. E mu për atë vëllezër besimtari, duhet që të jeti kujdesshëm që të jep për Allahun, e din se në to ti e shfaq besnikërinë tonë dhe me Allahun. I jep aq sa ke mundësi, po jep nga më e mira e ytja për të arritur plotësimin e bamirësisë që Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an tha: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibun." Nuk e arrini mirësinë e plotësuar derisa ta jepni nga ajo të cilën e doni më shumë. Derisa t'japish nga ajo të cilën e don, atë që e don e jep për atë që e don më shumë ti. Pra e për Allahun xhelle xhelaluhu, aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.